Pas deklaratave të kryeministrit të zgjedhur hungarez Madjar për hetimin e kompanive që dyshohet se përbënin kolonën e sistemit korruptiv të ngritur në Hungari nga Viktor Orban, aksionet e kompanisë 4iG kanë humbur mbi 32% të vlerës së tyre brenda një muaji të vetëm. Kompania 4iG zotëron kompaninë e telefonisë celulare në Shqipëri One Telecommunications. 4iG e konsideruar si një biznes vasal i kryeministit të larguar Orban mund të përballet me të lashe ligjore. Sipas të dhënave nga bursa hungareze, çmimi i aksioneve të 4iG ra në 2340 forint në mbylljen e bursës të hënën nga 3400 që ishte një muaj më parë. Kryeministri i zgjedhur Madjar ka deklaruar publikisht se qeveria do të ngrejë një zyrë të posaçme e cila do të gjurmojë dhe konfiskojë pasuritë e grupit të ashtuquajtur NER, kompani private që dyshohet se përbënin kolonën e sistemit korruptiv në Hungari. Kjo është edhe arsyeja sepse aksionet e 4iG janë duke rënë në pikë jat dhe krahasuar me pikun e tyre në fund të vitit kaluar, çmimi i tyre ka rënë me më shumë se 2 herë, por vetë kompania 4iG është mbrojtur duke deklaruar publikisht se aktiviteti i saj është ngritur mbi baza të shëndosha dhe kontratat e saj me prodhuesit amerikan të armëve kryesore globalisht, siç është Northrop Grumman, ofrojnë një garanci për rritje të mëtejshme. Nëse qeveria e re në Hungari do të klasifikojë edhe paratë e blerjes së One nga 4iG si të ardhura nga korrupsioni, kjo mund të hapte skenar të tjerë për të ardhmen e One në Shqipëri.